Na falni, domethënë unë bën pyetja për njerëz që pak e kuptojnë në jetën digjitale, si shpjegoni? Këtu te pikat në aeroportin e Prishtinës, ne ja u rregullojmë komplet. Është ekipi, është shtandi i kudosimit, edhe nuk keni nevojë hiç mu lodh për atë punë, se ja rregullojmë komplet. Kurse personat e tjerë që mund me pas një telashe rreth kësaj, e kena 24 orë supportin që ju përgjigjen, është një ekip fantastike që shumë shpejt ja u kthejnë përgjigjen. Sa për marrë qepi, dhe me thonë, kje vjen për parsimi, dhe me thonë, e zhvillimit e hapje venjë të punës, dhe me thonë, kontaktoni dhe me Evropë, me bashkëpunojnë, keni punëtorës, na për komuna gjithka? Ka tash në Kosovë, kudosimi bashkëpunon edhe me Western Unionin, që i ka 190 pika kudo në Kosovë, kështu që njerëzit mundën me i rimbush edhe në Western Union, mundën edhe në aplikacion, mundën edhe të pikat tjera që i kena disa agjensione, tek cilat mundën me i pa edhe në aplikacionin e kudosimit ose të vefacja. Po çka është edhe përparësia diçka tjetër është që kudosimi e lanë ofertën 60 ditë me harxhu. Kështu që nëse ju ka tepru do internet për një udhëtimit, mundin me përdor prapë në udhëtimin tjetër. Baza ose që shme thonë filozofia e kudosimit është që ju kretë që e keni ble me e përdor. Nuk dojnë që ju me ju dje gigabajt ose me ju kalut ditë ose një diçka, kretë që do që e keni ble me mujtë me e përdor dhe mu knasë udhëtu në udhëtimet e juja dhe të pas internet. Të me thonë, pasi e vazhdum bisedën, kjo është short jam, do t'jetë në YouTube, mendoj edhe në Facebook, do t'a postoj 2 minuta stej sa të përfundon, dhe të e di shumica se shortën në YouTube shkojnë deri në 3 minuta, ta më vazhdojmë. Çka na kishë më intereson, a jeni ju vetëm apo menaxhoni me bashkëpunim me një kompani digjitale? Kompania Kudosim është kompani në vetë, është regjistruar edhe në Kosovë edhe në Amerikë. Kështu që është prej kompanive e para edhe është më të fuqishme në Kosovë, po jo vetëm Kosovë. Pasi që e ka edhe në aeroport Shkupit funksionojmë, jena tu e zgjeruar gjithë Ballkanin me vefaqen tonë, kështu që Na falni, vjen një pyetje rrallës teme. E ku ishte kjo ide? A juja apo e mor dikun? Është një djalë rrethit pejës që ka pa këto në Amerikë, edhe si ide, në fakt esimi është si nevojë, është shumë nevojë për bashkëdhetarët edhe për njerëz që udhëtojnë. Kështu që i ka pëlqyer si ide atje, edhe kudosimi është e para kompania e esimit në Kosovë, kështu që është si një zgjidhje shumë e mirë për internet. Do me thonë, mësoni të ri që ta forconi më shumë, apo? E vërtet, po dhe ka plot që nuk e besojnë, kështu që ta shohin esimin. Edhe unë e besoj, po edhe përfundimi kohës që përshëndet me çdo të mira. Tonk. Ditën e mirë.